Anita Haradinaj ka folur së fundmi për shëndetin e bashkëshortit të saj, i shkreu të AK-s Ramush Haradinaj, duke sqaruar se ai është në gjendje shumë të mirë fizike dhe nuk ka asnjë problem shëndetësor. Në një intervistë për emisionin Weekend, Anita tha se është kontaktuar nga shumë familjarë dhe miq të shqetësuar për shëndetin e Ramushit, por sqaroi se arsyeja e ndryshimeve në peshë ka qenë thjesht për një sfidë sportive. Jo, nuk ka asnjë problem. Ai gëzon shëndet të plotë. Ka humbur peshë sepse ka pasur plan të ngjitet në një maj shumë të lartë diku në botë. E di që për të ecur duhet të jetë me peshë më të vogël, dietë e zakonshme, me mos mu Ramushi, s'kisha qesh kështu, mu kish një zani se atje tukajt, tha Anita. Ajo foli edhe për mungesën e tij në jetën familjare për shkak të angazhimeve politike, duke theksuar se shpesh e ka ndier mungesën e Ramushit në momentet e përditshme me fëmijët. Megjithatë, Anita vlerësoi rolin aktiv të tij në politikë dhe arritjet që ka lënë pas. Planet nuk ja di, por e di që më në fund e bona një burr. Deri sot e kam dalë me të tjerët, tash kam e mbajt veç për veti. Më ka mungu në gjithçka. Secila grua mund ta kuptoj drejt. E dim sa e vështirë është me rrit fëmijët, me i çutë mjeku në pushime në mbledhje. Në secilin element të jetës më ka mungu. Ne drekën nuk e kemi hangër kur bashk. Në deti s'ka ardhur kur me neve. Ai prap srin, diçka ka me bo. Ramushi është shumë aktiv. Kur gjë mos boft, del në mal hec. Më bëhet qefi që e ka përmbyll mirë. Është një figurë politike që historia do ta mbaj mend. Ka lënë gjurmë dhe që nuk do të harrohet ndër breza, pavarësisht se çfarë thon komentuesit, u shpreh Anita. Në fjalët e saj, Anita Haradinaj theksoi forcën dhe përkushtimin e bashkëshortit si figurë publike dhe prind, duke u siguruar të gjithë se Ramush Haradinaj ndodhet në gjendje të shkëlqyer shëndetësore dhe mbetet i angazhuar si gjithmonë në jetën profesionale dhe personale.